Unë mendoj që një popull sa më i paditur, sa më i parësimuar të jetë, aq më shumë do gjej nga këto gjëra për të shpëtuar që ta bëj veten të ndihet sa më i superior etj etj. Deri në 2014 që unë kam qenë në Berat, unë vi nga Berati me origjinë. Berati ka një komunitet rom jo të vogël, domethënë krahasim me sa i madh është qyteti. Deri në momentin që unë isha atje, ishte fenomeni që politika për romët kujtohet literalisht kështu mundësisht me javë, jo me muaj parazitë, po me javë, domethënë duke bërë ato gjestet më ordinere, më të ulta të mundshme me ndihma për momentin. Patjetër. Ka pasur skenare që unë i kam parë vetë me sytë e mi, bile që ju mblidhen edhe kartat e identitetit për të manipuluar çdo lloj gjëje tjetër. Vazhdon akoma ky si fenomen apo kemi parë ndonjë ndryshim kështu? Ky si fenomen vazhdon dhe kjo është e faktuar, jo vetëm nga ne si media apo si organizata, por edhe nga faktorë ndërkombëtar siç është OSBE Odiri në Shqipëri, i cili në raportet e tij nxjerr gjatë gjithë kohës që romët janë pre e blerjes votës, shantazhit votës dhe intimidimit. Ne kemi pasur mundësinë fal mbështetjes që kemi marrë nga donatorët si European Advancement for Democracy, që kemi vëzhguar zgjedhjet 2 herë dhe pra kemi shtrirë në 5 qytete, në Berat, në Fier, në Tiranë, në Durrës dhe në Elbasan dhe kemi gjetur këto shkelje. CHI podcast.